Pak, po duat gjë Bledin njerë, të lutem. Për? Po këtu ta marim tani, se kaluam nga parlamenti, në fakt Vrenozin për parlamentin do ta pyes, se ai priste që sot kishte një përshkallëzim të situatës nga PD-ja. Ç'do thotë përshkallëzim? Grev, po do ta pyes, kur të lidhem me të. Mendoj që situata kërkon një reflektim të përgjithshëm. Pa diskutim së pari nga opozita, personalisht, mendoj. Pra tani si opozita, thonë. Patjetër që po. Sepse është ajo që gjithë kemi thënë, që nuk ka më askush dyshime se çfarë përfaqëson Rama dhe politika e tij, ose mazhoranca e tij, ose ideologjia e tij, sepse është vetëm ai dhe ideologjia e tij, asgjë tjetër s'ka poshtë. Pajtohem me Yllin kur thotë që parlamenti sot s'vlen, se realisht nuk vlen. Ai u tha dhe në parlament. Se janë noter, thonë. Ai u tha dhe në fjalim. 83 mandatet tuaja nuk vlen, sepse është një mandat që kemi për popullin. Okej. Se çfarë raporti ka Edi Rama me popullin, besoj që 12 vjet kush ka dashur ta shikojë me kujdes e ka parë. Ka parë që këtu popullit në 12 vjet i mungojnë 400.000 qytetarë më pak. E ka parë që këtu sa më i madh zullumi, aq më e madhe vota për qeverinë. Po e marrin të mirëqen, sikur këtu gjërat funksionojnë, ku Suel Çela nuk ekziston, ku Bajrat dhe Plum Gjoka nuk ekzistojnë, ku xhabaftët nuk ekzistojnë, ku troplinët nuk ekzistojnë, pra këtu është një vend normal, dhe në një vend normal, edhe pse këtu, ama korrupsioni është aty. Paktën aferën e inceneratorëve e dim, apo jo? Po. Për shembull, dëgjova Yllin që i tha Klevisit që i ke flet gjumë. S'mund t'ia thush te Klevisi. Jo, e kishte me listat e mbyllura. Ka një perceptim të tillë, Bledi, që ata që ishin listë mbyllur u kyçën në shtëpi. Klevis Balliu, nuk e kam për Klevisin. Klevis Balliu ka bë qendres 3 vjeçare për një nga aferat më të pista që ka pasur ky vend, që ka qenë afera e Astierit. Dhe qendresa e Klevis Balliut, përveç se i dolin kraca njerëzve, na kushtoi neve një 200 milion euro më pak. Dhe gjëja më e keqe që mund të bësh me opozitën është mos i njohësh ato kontribute që i ka. Pra, unë Klevis Balliut nuk mund t'i harroj faktin që si deputet është shoqëruar një 10 herë dhe është burgosur 5 herë. Dhe e kupton, ne mund mos pajtojmë. Jo, dakord, në ballë të aksionit opozitar ka qenë Klevisi. Ne mund mos pajtojmë. Ti e di që unë Klevis nuk ja përtoj. Kur më ti si ja përton përgjithësi, kujdo. Por ama unë shqetësohem për Klevisin dhe për çdo që në... Dgjoj, edhe Manjani nuk besoj e ka personale me Klevisin. E ka në tërësia ime me... U jam të PD-ja. E ka të PD-ja atë. Edhe shqetësimi Manjanit për opozitën duhet lexohet me kujdes nga opozita. Sepse shqetësimi Manjanit për opozitën nuk është dëshira për ta zgjuar atë, por pritshmëria që ka në raport me partinë. Pritshmëria që ka në raport me atë që mund t'japi dhe do duhet t'japi opozita. Që për mua nuk ka qenë e vogël, por me sa duket është e pamjaftueshme. Përballë një realiteti që duhet lexohet me shumë kujdes. Dhe kjo është shumë serioze. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për reflektimi kombëtar për mendimin tim. Mirë, dakord. Kjo nuk është disfata e opozitës. Kjo është problemi i madh i qytetarëve shqiptarë, i cili nëse këto 12 vjet është dukur si një autokraci, u mendoj që do të zyrtarizohet si një regjim dhe shtatori do ta tregojë. Dita e sotme e tregoi çfarë ndodhi. Sot mazhoranca nuk i dha opozitës asaj të mbetur as luksin e 60 minutave për diskutuar, për të thënë atë që opozita ka. Që çonte foltore atë që ata pretendojnë masakër dhe farë zgjedhore. Elisa Spiropalit apo mazhorancës, që t'i lente qoftë edhe 6 minuta dhe opozita në thonjza le të lanetose me atë artikulimin që nuk e bin Manjanin. Jo, sepse po të filloj debati me atë, për shembull, me Blet Xhabaftin, jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Ngre problemin, jam shumë dakord. Do isha dakord me ty. Ngre problemin politik. Patjetër. Plotësisht dakord. Patjetër. Opozita kret legjitime. Këtë po them. Dhe nëse ti thua ti ky, ti maskara, ti duhet edhe un jam si ty. Ylli, un jam si ty, edhe un kërkoj që opozita të jetë më e latuar në artikulin. Po pra thuj problemin. Jam shumë dakord me ty. Patjetër. Vetëm e rëndësishme është që t'i flasim opozitës, duhet t'i flasim me qëllimin që ajo të kuptojë shqetësimin që ne kemi dhe pritshmëritë që ne kemi për atë. Dhe ama pa e lënë në vete në denoncimin e saj për atë që realisht janë fenomene që ne nuk mund të bëjmë sikur nuk ekzistojnë. Një sekond. Ja ta përfundoj Bledi, lutem se kam dhe Vrenozin në lidhje direkte. Kur Klevis Balliu merr guximin bashkë me Sali Berishën e tjerë flet për element që çujitërisht koha i tregon pastaj që janë përfshirë në këtë elementin e tjetërsimit vullnetit dhe jo vetëm, do të thotë që nëse ne i bëjmë gjyqin opozitës, kur ajo i bën gjyqin krimit organizuar,
Këtu pastaj ne tentojmë të rrezikojmë ta vrasim edhe atë pak rezistencë që është e pamjaftueshme. Kështu që unë them që është momenti që të gjithë të ftojnë kokat. Mazhoranca nuk ka ndërmend ta bëjë. Mazhoranca tregoi arrogancën e vet sot vetëm një pjesë të saj të vogël. Ajo do të jetë shumëzuar. Që ti thua 4 vitet e ardhshme do të jetë me 1000. edhe shumë më e madh. Unë mendoj që opozita nuk është armiku jon. Jo, armiku jon. Mirë, ti thua arroganca e mazhorancës. Po ja për shembull se duhet po, përfundoj. Unë mendoj që opozita sot, me të gjithë metat e saj, me gjithë problematikat e saj, duhet reflektojë. Për shembull, të themi gjë një kritik nga fotoja. Unë nuk më bëj qefi sot kur pash Tritan Sheun që përqafoi Merion Braçën. Pse s'tu bëj qefi? S'më pëlqeu sepse para një javë unë isha në një emision tjetër, edhe bëra një kritik për Merion Braçën. Dhe ndërkohë që e kritikoja, përdor edhe një term që përdori Manjani çfarë, kur thash që njeriu, domethënë solla në vëmendje incidentin e asaj ku shkoi dhe zoti Braço u shfaq. Dhe e kritikova jo për atë, e kritikova sepse ndërkohë që shkoi aty, kapi dhe dhunoi një gazetare që është gazetare ime, është Ambroza Meta, dhe thash, maskaraj. Po. E tepruar edhe kjo nga ne, po sigurisht ishte artikulimi për shkak të asaj që kishte ndodhur. Asaj që kishte ndodhur. E di çfarë ndodhi? Të nesërmen, Erion Braçe takon një nga miqtë e mi në mes të bllokut dhe i thotë, i thuaj atij blet kokës mos guxoj më të flasë për mua se do t'i bëj këtë, do t'i bëj atë. Jo se mua më hanoj pjesë e trupit për Erion Braçen. Po. Por thjesht ke parasysh kur unë blet koka, gazetari, bëj një opozit për llogaritë opozitës, pa diskutim edhe për atë që unë besoj. Po nuk dua edhe nuk më vjen. Që të shohësh pastaj Tritan Sheun që përqafohet në buzagaz me Erion Braçën. Ndërkohë që ka qenë gjykatës, nuk është se nuk e ka parë çfarë ka ndodhur ditën e diel kur bënte betejë Ambroza Meta, që denonconte një fole hajdutësh aty që blinin vota dhe për mua ata po blinin vota, sepse fakti që ata ikën me vrapit me laptop ishte një tregues. Dhe fakti që policia, edhe pse e kishte 500 metra atë ngjarje, ku mund të kërciste edhe grushti, mund të kishte edhe konflikte të tjera, dhe nuk ishte as qendër votimi që nuk i lejohet të shkojë, nuk shkoi. Shkoi vetëm mbasi gjysmëore, mbasi aty erdhi Erion Braçe. Ndërkohë që në moment u njoftua nga gazetari ime 5 herë në telefon. U kontaktua nga drejtuesi politik i qarkut të Kemi të qartë se ndoqëm live, ishim dhe në live këtu me gjithë ato momente. Dhe këto për shembull, këto gjëra, ne edhe sikur e kuptova pse e sollën në vëmendje. Ajo mund të jetë vërtet shqyrtulli që është një zyrë normale, por kur jo, megjithatë aty ka qenë, nuk është se doli atë ditë. Ka një denoncim. Aty ishte ajo zyrë, sonë aty banoi. Dhe gjyqi i bëhet opozitës, pra edhe kjo duhet na vënë të kuptojmë, por këto institucione shtetërore, policia, prokuroria, a e bën detyrën e vet? Ndoshta opozita ka gabim. Aty do vim. Ta dëgjoj pak Vrenozin? Me qetësi, sepse është moment shumë i vështirë, thash edhe një herë, mendoj që të gjithë duhet të reflektojmë për atë që pam dhe t'japim gjithsekujt hakun dhe metat që ka.